ndoshta pak prej punës, po pak edhe prej vetë natyrës, shumë e pëlqej udhëtimin, edhe ja rekomandoj çdo të riu udhëtimin për arsye se një plak që e njoh në Amerikë, tash e kam njohur Axha Kasem, një Dibran te shtëpia e kujt kam qëndruar goxha kohë, është edhe Abaherie, që janë të dy të ndjerë tash, kanë qenë persona jashtëzakonisht të afërt të mi. Axha Kasem thoshte, nëse udhton për 3 muaj jashtë shtetit tënd, pa u kthyer as pak, është sikur e ke përfunduar një fakultet. Kur ma tha këtë në fillim, se shkonin ta merrnin bashkëshorten e tij apo në Hairije prej Brooklynit në New York, kishte një udhtim tikun 40 minuta, edhe aty ai më bënte life coaching, mentorim të tij. Në fillim se kuptova këtë. Mirë po, me kalimin e kohës, njoftimi me kultura të ndryshme, ato 3 muaj jashtë shtetit tënd, të bëjnë të fuqishëm, të bëjnë të qëndrueshëm, të bëjnë të ballafaqohesh me çdo send, me çdo sfidë ndoshta në jetë pak më ndryshe. Për atë arsye, nëse mban mend Shwaibi, tash ka shumë vite që ka kalu kjo, në Shkup është organizu një debat në librarinë e Qershis atëherë, a jeni pro emigrimit të rinis apo kundër? Edhe atëherë i ndam studentët në 2 grupe, një grup pro, një grup kundër, ti tregojmë argumente se pse. Unë isha një ndër të parët që thoja patjetër të shkon i riu, s'paku të studion, nëse se ka mundësi të studion 1 vjet, 3 muaj, 4 muaj, 2 vjet, i kalon jashtë shtetit dikun, që të mëson diçka, të shef diçka ndryshe, të merr prej saj edhe ta implementon në vendin e vet.